Çmimi i naftës posoi një rritje me 24% që nga nisja e luftës në lindjen e mesme, por për qeverinë tregtarët e sektorit të hidrokarbureve rezulton se nuk kanë abuzuar me çmimet. Nga konferenca për mediat, ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se çmimet reflektuan rritjen në bursë dhe se qeveria e monitoroi tregun për të shmangur abuzimet. Ndonse një javë në letër dhe pas një vendimarrje, Bordi i Transparencës ndërhyri vetëm ditën e njëjtë duke vendosur çmimin tavan për naftën, që është 203 lekë për litër, dhe për benzinën 175 lek. Ky vendim për Konfindustrian tregoi se tregtarët kanë abuzuar, por ministra Ibrahimaj theksoi se vetëm dje u pa e nevojshme një ndërhyrje, për shkak se tregtarët nuk reflektuan uljen e çmimit që nafta posoi në bursë. Me ngritjen e Bordit të Transparencës, do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve. Qëllimi ynë kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulim mbi çmimin për konsumatorët. Bordi i Transparencës për qeverinë do të jetë në fuqi deri në momentin që do të ketë një stabilizim të situatës dhe çmimet të kthehen në nivelin e parakrizës, në rast se do të ulen edhe në bursë. Bordi i Transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga që ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur, ne do të kujdesemi që çmimet e karburanteve të rikthehen në nivelet e parakrizës. Sigurisht, nëse bursat do të rikthehen në nivelet e parakrizës, sepse neve nuk jemi një vend prodhues i karburanteve, por jemi një vend importues i karburanteve. Dhe kjo është arsyeja pse jemi të ndikuar, pra çmimet janë të ndikuara nga konjunkturat ndërkombëtare të çmimeve. Ibrahimaj e pranoi se rritja e çmimeve ka patur edhe për shportën bazë, duke thënë se po kryhet monitorim ditor dhe se qeveria nuk do të lejojë abuzimet. Të njëjtin mbikëqyrje dhe të njëjtën vëmendje jemi duke e bërë dhe për çmimet e shportës së ushqimeve, të cilat kanë pasur disa luhatje gjatë ditëve të fundit dhe për këtë arsye ne jo vetëm kemi nisur monitorimin ditor të tyre në bashkëpunim me Institutin e Statistikave, por dhe do të nisim një mbikëqyrje më të thelluar të tyre nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, i cili një nga funksionet kryesore që ka është mbrojtja e konsumatorit. Qëllimi ynë, siç thash, është që të kujdesemi që efektet e luftës të kenë sa më pak ndikim në konsumatorët shqiptarë dhe mbi të gjitha të kujdesemi që tregu është duke funksionuar normalisht dhe jo duke abuzuar nga situata të rritjeve të çmimeve. Monitorimi do të jetë i vazhdueshëm, pasi siç thash, kujdesi jon kryesor është që të mos ketë abuzime, por nga ana tjetër që të ardhurat e familjeve shqiptare të mos reduktohen, sidomos ato familje të cilat nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve dhe këtu e kam fjalën kryesisht për pensionistët dhe për shtresat në nevojë. Kemi gjykuar edhe gjatë krizës së kaluar që në fakt për pensionistët apo edhe për shtresat në nevojë, çmimi më i ndjeshëm është energjia elektrike, pasi ai përdorin energjinë elektrike për ngrohje, për ftoje dhe sigurisht ushqimet dhe shporta baze ushqimeve.